Një deklaratë e pazakontë nga prokurori Bleder Maksuti ndezi debat për lirinë e medias dhe kufit e raportimit të timor. Gjatë një seance të hapur në gjykatën kushtetuese, prokurori i Spakut pranoi se institucioni ka ndjekur një praktikë të marrjes së lejes nga gazetarët përpara publikimit të materialeve që mund të përmbajnë elemente të sekretit të timor. Kreu i Spakut Altin Domani, gjatë raportit të sotëm për vitin 2024, vlerësoi raportimin e komunikimit publik dhe median, teksa theksoi se po punohet edhe për ruajtjen e sekretit të timor. Ai u shpreh se tani ka strategji edhe për komunikimin me median realizuar këtë vit. Domani ka kërkuar ndihmën dhe ndërhyrjen e vazhdueshme të KLP-s, si qeveria e Spakut për të ndërhyrë edhe tek kuvendi dhe të jap zgjidhje problematikave të ndryshme që hasen apo propozimet konkrete. Ai theksoi se nga ana e Spakut kuvendit janë adresuar të gjitha problematikat sa herë është raportuar atje. Jemi përpjekur për komunikimin me mediat, raportet me të, i ndar publikimi i sekretit të timor. Cilësia është përmirësuar në lidhje me komunikimin e mediave dhe publikun. Sigurisht ka problem të shpejtësia, lëm për të dëshiruar në lidhje me shpejtësinë e publikimit të ngjarjeve. Kemi punuar për hartimin e strategjisë për komunikimin e medias. Ishte parashikuar për vitin 2024, por për shkak të angazhimeve të shumta, u bë këtë vit dhe u miratua kjo strategji, që shpresojmë të realizojmë dhe të rrisim performancën. Bashkëpunimi me KLP në nivel të kënaqshëm, emrimi i 3 prokurorëve ishte i rëndësishëm si proces. Ishte proces i zgjatur, por unë e vlerësoj, sepse tashmë kam 3 prokurorë të shtuar që ndihmojnë punën. Vlerësojmë edhe reagimet tuaja për mbrojtjen e punës tonë. Nga ju e presim këtë vlerësim dhe e mirëpresim. Ka modele të ndryshme raportimi që bëhen në fillim ose në fund. A mund të liheshin në fund këto problematika? Po, mund të liheshin. Ne nuk bëjmë zgjidhje ligjore. Me kuvendin kemi qenë konkret në zgjidhjen e problematikave. I kemi thënë me detaje si, kur, pse. Propozimet kanë qenë konkrete, si rasti i këshilltarëve. Ka edhe propozime drafte që nga 2021. Ne thjesht i bëjmë të ditura edhe te ju, që jeni qeveria jon, që edhe ju t'i adresoni atje ku duhen adresuar. Edhe ne i kemi bërë ato në kuvend, por të na ndihmoni edhe ju. Patjetër ka vend për të përmirësuar, thot Domani.